Kundështimi i dytë. Dita e Zotit do të vijë si një vjedhës natën. Shumë veta, klerikë e laik, duke mbështetur se askush nuk e di ditën dhe orën e ardhjes së dytë, përdorin edhe fjalët e ungjillit ton që thonë se dita e Zotit do të vijë si një vjedhës natën. Tek letra e parë Selanikasve, kapitulli 5, vargu i 2. Prandaj thonë, si mund të dim se kur do të vijë ardhja e dytë, pasi vetë Zoti na thot se askush se di, dhe se ajo ditë do të vijë si vjedhë si natën? Mund ta di dikush se kur do ta vjedhin, apo kur do të vijë vjedhësi në shtëpinë e tij? Jo. Kështu thonë, do të jetë edhe ardhja e dytë. Do të vijë papritur, si vjedhësi natën, ndërkohë që do të jemi në gjumë. Ju përgjigjemi. Është për të habitur fatkeqësisht se si shumica klerik e laik nuk shohin të dukshmen, nuk kuptojnë të kuptueshmen, por edhe si shtrembërojnë fjalët e shkrimit të shenjtë dhe të etreve të shenjtë me qëllim që të mbështesin me çdo kosto mendimet dhe pikpamjet e tyre, duke mos menduar se humbasin kështu për shkak të tyre mira shpirtra, por edhe ata vetë. Realisht nuk dim çfarë të themi. Por siç thot tek Mateu kapitull 6 vargu 23, por në qoftë se syri yt është i lik, gjithë trupi yt do të jetë në errësirë. Le të supozojmë, siç thonë të gjithë këta, se nuk e dim se kur do të bëhet ardhja e dytë, pasi Zoti ynë na thot se askush se di, dhe se Zoti do të vijë si një vjedhës natën. Atëherë ju pyesim, njerëzit që do të jetojnë pas shfaqjes së Antikrishtit dhe ardhjes së dy profetëve, do ta dinë se kur do të bëhet ardhja e dytë apo jo? Natyrisht që po. Është e njohur nga të gjithë se pas fronëzimit të Antikrishtit në tempullin e Solomonit si perëndi, do të mbretërojë për 3 vjet e gjysmë, siç na thot Shkrimi i Shenjtë dhe shitore tanë. Tek Zbulesa kapitulli 13 vargu 5 dhe tek Danieli kapitulli 7 vargu 25. Prandaj, kur të bëhet fronëzimi i tij, ne mund të shtojmë 3 vjet e gjysmë te ky vit dhe të themi me siguri vitin e ardhjes së dytë? Po apo jo? Natyrisht që po. Për shembull, nëse fronëzohet në vitin 2014 me 2015 dhe shtojmë pastaj 3 vjet e gjysmë, nuk mund të themi me siguri se do të bëhet në vitin 2018. Do duhet të jetë dikush shenjtor apo profet atëherë që të thotë diçka të tillë. Dhe nëse supozojmë se nuk do të vijë në ditët tona, por pas 1000 vjetësh, njerëzit e asaj kohe, pasi të shohin se u fronëzua Antikrishti në vitin 3015, nuk mund të thonë me siguri se ardhja e dytë do të bëhet në vitin 3018. Natyrisht që po. Pra, në këtë rast, si do t'i shpjegojmë paragrafët se askush se di dhe se Zoti do të vijë si vjedhë si natën? Si mund të themi se askush se di, kur të paktën 3 vjet e gjysmë më përpara do të dim se po vjen ardhja e dytë e Zotit ton? Por edhe nëse disa mbështesin se ato që thamë më lart nuk janë argument, sepse ne jemi njerëz të thjeshtë dhe të parëndësishëm dhe për shkak të mëkateve tona nuk do të kuptojmë të gjitha këto, përsëri bëjnë gabim, sepse Krishti ynë ka një pikpamje krejt të ndryshme, pasi kur u drejtohet besimtarëve të thjeshtë të kohës së Antikrishtit, u thot se do ta dinë kur do të bëhet ardhja e dytë. Kështu edhe ju, kur të shihni të gjitha këto gjëra, ta dini se ai është afër, madje tek dera. Thot tek Mateu kapitulli 24 vargu 33. Por me gjithë këto, nëse duan të këmbëngulin në qëndrimet e tyre, atëherë, në qoftë se munden, le të përgjigjen edhe tek pyetja më poshtë. Është e njohur nga të gjithë se në periudhën e Antikrishtit, Perëndia ynë i mirë do dërgojë për të na ndihmuar dhe mbështetur 2 profetët e tij. Po apo jo? Natyrisht që po. Tek Zbulesa, kapitulli 11, vargu 3 deri në 5. Do me thënë, kur të vinë 2 profetët duke kritikuar dhe akuzuar Antikrishtin dhe njëkohësisht do na thonë se po vjen fundi për kaq kohë, në varësi se kur do të shfaqen,
Çfarë do të themi atëherë? Ose çfarë do të themi atëherë? Cilët jeni ju që guxoni të thoni datë konkrete se kur do të vijë fundi, pasi vetë Zoti ynë na thot se askush se di, ose Zoti do të vijë si vjedh si natën? Do ta din apo nuk do ta din dy profetët se kush është Antikrishti, se kur do të bëj apo kur bëri shfaqjen publike, kur do të fronozohet mbret dhe perëndi përmbi tokë? Natyrisht që do ta din, pasi për këtë do dërgohen nga Zoti ynë. Do ta din apo nuk do ta din dy profetët se kur do të bëhet ardhja e dytë? Nëse jo datë konkrete, të paktën vitin se kur do të bëhet? Natyrisht që do ta din. Këtu e din të gjithë shenjtorët e vjetër, por edhe ne mëkatarët, se kryesimi i Antikrishtit do të jetë afërsisht 7 vjet. Dhe nuk do ta din dy profetët, të cilët do dërgohen nga Perëndia për këtë qëllim, të mbështesin besimtarët të mbrohen nga mashtrimet e Antikrishtit dhe t'i përgatisin për ardhjen e dytë të Zotit ton. Profeti Ilia nuk është pararendës i ardhjes së Zotit. Ç'do të thotë pararendës? Ai që vjen pak para Krishtit, që t'i përgatis dhe hapi rrugën. Pra, dy profetët do përgatisin besimtarët për ardhjen e dytë të Zotit ton. Mos vallë besojnë disa klerik e teolog se dy profetët do të ndjekin logjikën dhe taktikën e tyre, duke na thënë se po, erdhi Antikrishti, por ju mos u shqetësoni. Vazhdoni jetën tuaj si të mos ketë ndodhur gjë. Vazhdoni të hani, të pini, të flini, të argëtoheni, vazhdoni të martoheni, të bëni fëmijë, të shkolloheni, të grumbulloni para për të ardhmen, të ndërtoni shtëpi e shumë të tjera, sepse askush nuk e di se kur do të vijë Zoti ynë, që ta zhduk një herë për gjithmonë. Çfarë gjëra shqesharake. Por fatmirësisht nuk do thonë të tilla marrëzira si disa pseftoklerik dhe pseftoteolog. Le të na përgjigjen këta zotërinj. Për të gjithë ata miliona njerëz që do të jetojnë në atë kohë, si do të ketë aplikim shprehja askush se di, ose Zoti vjen si vjedh si natën? Por që të mos i padrejtësojmë, kanë të drejtën thojza, sepse ardhja e dytë do të vijë papritur, si vjedh si natën, në mes të natës, ndërkohë që do të jemi në gjumë. Por për kë? Për të gjithë ata që nuk do të besojnë se ky njeriu që do të vijë 7 vjet përpara fundit të botës me një mask zemër butësie, dashurie dhe solidariteti do të jetë Antikrishti. Për të gjithë ata që nuk besojnë të vërtetën e ungjillit ton dhe të etërve dhe shenjtorëve tan. Për të gjithë ata që besojnë tek Shkrimi i Shenjtë dhe tek etrit dhe shenjtorët tan, por fatkeqësisht nuk kishin për ulësinë që të kuptonin disa gjëra rreth këtyre çështjeve, duke shtrembëruar njëkohësisht të vërtetën për arsye të ndryshme. Për të gjithë ata që presin lulëzimin e ortodoksisë, për marrjen e Konstantinopolit, për hapjen dhe lulëzimin e ortodoksisë në të gjithë botën për shumë vjet, tjetër mashtrim dhe ky. Për të gjithë ata që besojnë se po vjen një rend i ri botëror dhe një epokë e re e artë. Për të gjithë ata që besojnë se do të vinë ufot nga hapësira dhe të shpëtojnë njerëzimin. Për të gjithë ata që besojnë se kemi akoma miliona vjet përpara nesh për të jetuar. Për të gjithë ata që besojnë se po të shkatërrohet bota, do të shkojmë në hapësirë për të vazhduar atje jetën tonë. Dhe fund, për të gjithë ata që besojnë 1001 marrëzira, gënjeshtra dhe përralla që ka sajuar ndër shekuj djalli, me qëllim që të dëmtojnë dhe të shtrembërojnë të vetmen të vërtet të ungjillit ton rreth kësaj çështje dhe jo vetëm. Realisht, për të gjithë ata, dita e Zotit do të vijë si vjedh si natën, si vjedhësi në mes të natës, pa pritur, sepse të tjera do presin dhe të tjera do të ndodhin. Realisht pra, për të gjithë ata do të vijë si vjedh si natën, në mes të natës, pa pritur, sepse do të ketë një rrësim të plot shpirtëror dhe do të jenë në gjumë të thellë shpirtëror. Por ka edhe një tjetër interpretim, shprehja si vjedh si natën. Zoti ynë, duke thënë këtë, ju drejtohet të gjithë njerëzve në të gjithë shekujt që do ta lexojnë dhe donte t'u thoshte të bëjnë kujdes, të jenë gjithmonë të gatshëm shpirtërisht në çdo kohë, sepse
askush nuk e di ditën se kur do të vdesi e kur do të largohet nga kjo botë, sepse në atë gjendje shpirtërore që do të na gjejë vdekja, në atë gjendje edhe do të gjykohemi. Dhe sepse pas vdekjes nuk ekziston koha, sepse koha është krijim i kësaj jete, materiales. Jo më kot, kisha jon i quan të vdekurit se flen. Dhe vërtet, kur vdesim, flem deri në orën e ringjalljes, në orën e gjykimit dhe të ardhjes së dytë, dhe është koha zero, e pa ekzistente, ose nëse doni, shumë e shpejt. Ashtu, si që shumë shpejt, kalon koha kur bijem për gjumë dhe zgjohemi ditën tjetër në mëngjes, dhe gjitha kjo na duket si 1 minutë apo 1 sekond. Pra, pasi askush nuk e di se kur do të vdesi, vdekja e çdo kujt nga ne vjen si vjedhsi natën. Vjen si vjedhsi në mes të natës, ndërsa flem, ndërsa nuk e presim, dhe na vjedh shpirtin ton, na merr jetën ton. Dhe natyrisht, kjo ka aplikim absolut kudo dhe kurdoherë dhe pa përjashtime, në të gjithë shekujt dhe tek të gjithë njerëzit. Ka aplikim edhe në periudhën e Antikrishtit dhe të 2 profetëve, sepse besimtarët, edhe nëse e din vitin e ardhjes së dytë, nuk e din se a do të jetojnë apo do të vdesin deri atëherë. Dhe për të gjithë ata, vdekja, do me thënë ardhja e dytë, vjen si vjedhsi natën. Prandaj, as me këtë argument nuk kanë të drejtë dhe bëjnë një gabim të tmerrshëm ata që e përdorin për të bindur popullin se përfundimisht askush nuk mund ta di se kur do të bëhet ardhja e dytë e Zotit tonë.